Sali Berisha shpalli ditën dhe orën kur opozita do të bashkohet në Tiranë në protestën e radhës kombëtare. Të bashkohemi me datën 10 shkurt, në ora 5 në Tiranë, por t'i dhënë leksion e merituar kësaj organizate kriminale. Kryeji i Partisë Demokratike nuk dha detaje për skenarin, por i sigurt në qëllimet politike për të cilin kërkon ndihmën e qytetarëve. Ka qenë dhe është binja ime më e prerë, se është vetëm sovrani, ata që do bindin këte grusht hajdutësh të largohen 1 minutë më parë nga pushteti dhe të hapin rrugën për qeveri teknike zgjedhje të ndershme. Kryedemokrati kishte një reagim edhe për qëndrimet e raportuesit të Parlamentit Evropian për Shqipërinë kundër demokracisë me Molotov. Por presin nga Brukseli kërkesën për të mbrojtur standardin europian, që kërkohej nga prokuroria e imunitetit të dorëzonin imunitetin. Vendimin për protestë kombëtare shpalli pas takimit që Partia Demokratike dhe aleatët kishin me Forumin për Dialog, një grupim që ka për qëllim nxitjen e bashkëpunimit mes forcave opozitare. Berisha tha se Partia Demokratike mbështet nismën. Partia Demokratike ka mbështetur plotësisht iniciativen e këtij grupi intelektualsh. Agronshea nga Partia Mundësia dhe Arlin Çori nga Lëvizja Bashk kanë refuzuar ftesën e forumit, por nismëtarët thonë se ende ka kohë që të gjithë aktorët opozitar të unifikohen.